العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, ju që jeni prezent këtu në xhaminë e Sebahut dhe gjithë ju që na ndiqni përmes radio televizionit Islam, spari ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Lusë Allahun e madhërisëm që agjerimin ton, punët e mira dhe namazin që kemi bërë në këtë muaj të bekuar të na pranon dhe të na mundsoj që edhe këto ditë të cilat na kanë ngelur, t'i kalojmë me adhurim, me agjerim dhe me punë të mira. Vëllezër dhe motra të nderuara, në muajin Ramazan, pra kur agjerojmë, shumë me rëndësi është që ta kemi parasysh niyetin për agjerim. Do të thot agjerimi është ibadet, është adhurim dhe vlen vetëm me niyet. Çdo njeri që agjeron duhet ta bëj niyet për agjerim. Niyet do me thonë ta ketë qëllim se ai do ta agjeroj ditën e nesër. Pa niyet, pa qëllim, nuk mund njeriu ta ketë një agjerim të plotë. Për atë pra, duhet që çdo njeri ta bëjë niyet me rastin e agjerimit. Normalisht, vendi i niyetit është zemra. Do të thotë niyetin ne e bëjmë me zemër. Do të thotë në mend e kemi se të nesërmen agjerojmë. Por preferohet po ashtu edhe niyeti të shprehet me fjalë. Të thuash edhe me fjalë lejohet, bile është mirë që ta vërtetosh niyetin tënd që e ke me fjalë dhe thuash e bëj niyet që ta agjeroj ditën e nesërme për hir të Allahu xhalla shanu. Për ndryshe, niyeti vendin e ka pra në zemër, atë që e ke ti qëllim. Këtë themi nga shkaku se, për shembull, ndodhen që të ngritet njeriu në syfyr, edhe të hanë syfyr, edhe ai në veten e vete e ka qëllim të agjeroje. Pse a ngrit në syfyr? A ngrit në syfyr që të agjeron. Mirë po, ndodh rasti pra që ai të haroj të shpreh niyetin me gojë. Thot e bëra niyet të agjeroj ditën e nesërme për të muajit të Ramazan. Dhe mendon se nuk e ka bërë niyet. Pra vetëm se nuk e ka shpreh me gojë, mendon se nuk e ka bërë niyet. Gjë që nuk është e saktë. Nëse ti je ngrit në syfyr dhe je ngrit me qëllim që të agjerosh, vetë ngritja jote në syfyr, ngranja e syfyrit, po bile edhe nëse nuk ha diçka, vetëm të pish pak ujë në syfyr, vetë kjo është pra niyeti që ti e ke bërë. Pse? Se ti e ke pas në veten tënde qëllim që të agjerosh. Por atë nëse ke haruar, nuk e ke bërë me gojë, niyeti është në vend. Pse? Sepse niyeti e ka vendin në zemër, do me thonë atë që ti e ke në veten tënde. Për atë nuk ke bërë gabim dhe nuk është se ti nuk e ke bërë niyet. Vetë pra syfiri, ngritja në syfir, dihet pse bëhet që të agjerosh. Kështu që nuk bëhet ngritja në syfir vetëm të ngritë mu, por e ke për qëllim që të agjerosh. Bile, edhe nëse ti nuk mund të ngritesh në syfir, mirë po, kur bie të flesh, e ke niyet në veten tënde, në mendjen tënde që nesër të agjerosh. Ti pra çka? Ti e ke bërë niyet. Pse? E ke në veten tënde niyet që ditën e nesërme unë ta agjeroj. Kështu që edhe nëse ndodh që mos të ngritesh në syfyr, ti veç niyetin e ke bërë. Sipas medhhebit Hanefi, niyeti duhet bëhet për çdo ditë. Me thonë, nuk mjafton në fillim të Ramazanit ti ta bësh niyet edhe agjeroj krejt Ramazanit. Kjo është sipas medhhebit Hanefi, ndërkaq medhhebet tjera kanë qëndrime tjera. Por sipas medhhebit Hanefi, për çdo ditë njeriu duhet ta bëjë niyetin, normalisht si zakonisht niyeti bëhet në syfir. Dhe ajo që është me rëndësi këtu të përmendet është se disa herë ka raste kur njeriu e bën niyet
të agjerojnë. Dhe ndodhen për shembull e zen gjumit, kjo bisedot për kohën për natën, pjesën e natës pra, jo gjatë ditës, bisedohet për natën. Për shembull pas taravije, ti normal e ke në vete nijet që të agjerosh. Dhe e ke bërë edhe me gojë bile e bën nijet që të agjerosh. Por pas asaj, pastaj, ndodhen për shembull që të kap gjumi, dhe të flesh 1 orë, 2 orë, 3 orë, dhe ngritesh para imsakut. Ka për shembull gjys ore ose 1 orë para imsakut. Dhe tash këtu paraqitet një mos kuptim ndoshta të shumë njerëz. Pse? Bien në dyshime dhe thonë, a thua mund të ha për shkak se unë veç e kam bërë një jetë, kur para se të më zen gjumi e kam bërë një jetë. E tash më doli gjumi, mira ma imsaku nuk ka ardhur ende është natë, ende nuk ka rrit koha imsaku. A mund të ha apo nuk mund të ha, sot se e kam bërë një jetë. Shikoni, një jetin që e bëjmë ne, ti mund të bësh një jetë pa probleme dhe kur të biesh të flesh. Mirë po, një jeti nuk vlen për kohën e natës. Një jeti vlen për ditën. Do të thot ti e bën një jetë të agjerojsh ditën, jo të agjerojsh natën. Nata nuk është kohë e agjerimit. Kështu që nëse ti e bën një jetë kur bie të flesh, për shembull, dhe mandej pas 2 ore për shembull të doli gjumi, dhe ende ka kohë imsaki, ende nuk është bërë imsaku, a mund të hash? Po, pa problem mund të hash, edhe mund të pish ujë deri në imsak. Po e kam bën jetë, nuk ka lidhje se ke bën jetë, sepse në jetën ti nuk e bën që të agjerojsh natën. Në jeti hyn në fuqi, bëhet i vlefshëm pas imsakut. Do me thonë, pasi të kaloje koha imsakut, për shkak se shumë ndoshta edhe e kanë keq kuptuar këtë gjë, apo nuk e kanë kuptuar si duhet, dhe kanë menduar se si ta bësh një jetë edhe natën, nëse është para imsakut, nuk guxon të hash edhe të pish. Jo, nuk është ashtu. Imsak ti mund ta bësh një jetë, por një jeti hyn në fuqi pas imsakut. Deri në imsak, përsëriti nëse të del gjumi dhe ende nuk ka ardhur koha e imsakut, ti përsëri ke të drejtë edhe të hash edhe të pish, pse ajo kohë e natës. Ne musliman nuk agjerojmë natën, ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allah i madhrishëm e ka dalluar këtë umet pse ja ka bërë të mundshme pra në kohën e natës deri në imsak të mund të hanë edhe të pinë, edhe nëse ndodh çaj të fleje për një kohë. Gjë që nuk ka qenë e lejuar të popujt tjerë, cilin e ka zënë gjumi para iftarit, edhe më ai a dash ta vazhdoje agjerimin, nëse ngrit pas iftarit pastaj, a dash ta vazhdoje agjerimin tek ditën e nesërme. Po ashtu edhe në fillim kështu ka qenë. Në fillim kur është bërë fars agjerimi e pastaj Allahu i madhrishëm va ka mundsuar pra që në kohën e natës të mund të hanë deri në imsak e pas kohës së imsakit e vazhdojnë faktikisht. Prej atëherë hynë në fuqi çështja e agjerimit. Lusim Allahun xhaleshanu që lutjet tona, duat tona t'i pranon, të na mundson inshallah që edhe këto ditë të cilat na kanë ngelur, që ti kalojmë me agjerim, dhe dash Allahu xhaleshanuhu që ashtu siç na ka tubuar në këtë vend, të na tuboj edhe në ditën e gjykimit në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walillahil Fatiha.